Lloqet e banimit përreth, por pavarësisht numrit të lartë të banorëve dhe bizneseve në këtë segment, mungon linja e transportit urban. Banorët e zonës thonë se kjo gjë i kushton, pasi sipas tyre mungesa e urbanit bën që të mos kenë mundësi shtesë për të shkuar në një destinacion. Jo çdo kush, sipas banorëve, ka një automjet, teksa ka edhe persona me probleme të shëndetit fizik, të cilët nuk ecin dot në këmbë, ndaj linja e transportit urban është thelbësore për ta. Banorët kërkojnë vendosjen e linjës së transportit që të përshkrojë në total aksin transballkanike. Sipas tyre, kjo është një nevojë emergjente që e gjithë zona ka. Unë e kam se jam nga më të vjetrit, të bloqet e banimit. Mungon krejtësisht. Edhe kur vjen me hape, jo. Gjithmonë si çdo të vi, me orar. Mundësit janë, nuk është se s'janë për ta vënë një autobus. Apo 2 autobusa. Këtu autobusi nuk ka munguar dikur. Ka pasur autobus. Këtë punë mund të zgjidhni shumë mirë juve që jeni gazetar, mund të zgjidhni lart tek bashkia. Urbani po patjetër se ka prekje, ka mine që jemi të fortë dhe lëvizim e bëjmë, po ka edhe prekje, ka edhe fëmijë. Taksin jo, nuk ja kanë mundësin taksis. Këteja nuk kam parë jo, nuk kam parë. Kam se kam fëmijë këtu, kam djalë. Si të ja beja në këmbë do rodhesha. S'kam të njohur tjetër se unë jam e ardhur. Bani duhet edhe për pensionistat kam një mendim. Po të aolin atë e letën se unë 100.000 lekë marë se jam në kooperativa, kam punuar gjithë jeta, më ka grisur kasma e lopata, e misri, e gruli, se në fshatin tonë nuk ishte as makinë, as një gjë. Se përvaloj do të doj kjo në plakë. Jemi shumë fukarej, shumë me hale, njeri s'naj që janë hali, s'ke që bëjmë. Ne kemi mbyllur gojën edhe ja fshtojmë në derebra. Ka 5 vjetë të ku ka autobus fare të. Ata që kanë kështu që venë në punë e shu, po ne pensionistat e shu, ne dalim për shqyrë konës, se nuk e ndjejmë me dhe në drejtën të shu. Autobusi duhet, po dime. Autobusi duhet për orarin e punës e për të lëvizur njerëzit e se ka, të më shkorë që të lëvizit dorë. A tjetër duhet jetë. Është domosdoshëm. Ju nuk e di, po ande është shumë i kulturuar shërbimi në qendër. Është tulla u i ftohtë, duhet të kaloj. Kalon. Ne duhet të ketë edhe këtej se është goxha e mirë, është bërë goxha e mirë këtej. Po, ka lëvizje, pallatet, shikoj sa të mira, të bukura njëra pas tjetrës. Për këtë zonë këtej është i domosdoshëm. Me siguri, po si duket se kanë filluar pa vetë din të urbanistikës. Filloi edhe këtej. Është plazh i vjetër. Që ja unë tani duhet ishja në 10 jem ati, duhet të hypja me plazhin e vjetër, po duhet të hypësh tek Sazani, që ti biesh vërdall dhe të sosesh. Linja e transportit urban transballkanike mungon prej më tepër se 5 vitesh. Sipas informacioneve, kompania e cila ka fituar të drejtën e kryerjes së këtij shërbimi në qytet e argumenton këtë me faktin që nuk ka klient, pavarësisht se përgjatë aksit janë disa prej blloqeve më të mëdha të banimit të qytetit, si 24 maj, kushtrimi, por edhe 1 maj.